Its purpose is to delegitimize women in politics. Është një shpallje lufte ndaj pjesëmarrjes së grave në jetën politike. Njerëzit dojnë një grup në politik, po e dojnë të heshtur, të pafuqishme, një grua e cila nuk ndërhyn në temat të rëndësishme. Disinformation fuels hate, hate fuels threats, and threats aim to produce an outcome, silence. So this is the new face of the political violence against women, not only in politics, but also as a human rights defenders. It does not always arrive with ballots and physical attacks. It comes instead on the form of the digital mobs, character assassination, sexualized insults, threats against children, and reputational distractions. Its purpose is to delegitimize women in politics, to scare of those who might follow, and also to make public life so hostile that it remains a male-dominated space by default. Tani më nuk është një rastësi, nuk është nuk janë këto iniciativa të vogla të rastësishme që mund të ndodhin prej individëve të caktuar, por të jemi të sinqertë, globalisht është një shpallje lufte ndaj pjesëmarrjes së grave në jetën politike. Me gjithë këtë kthim mbrapa, që është bën në agjendën e barazisë gjinore, po them prap globalisht, do të ishte shumë naive nga ne si gra aktiviste, feministe, si gra në politikë, si gra pjesëmarrëse në jetën publike, të mendojmë se kjo është çështje rastësie, janë mundësi të vogla që po jep themi hapësina online. Në realitet është një mizogjini e pastërt, është një betejë e programuar, e financuar nga grupe të saktuara të fuqishme në nivel global, nga kleri fetar, që gratë t'i lëvizim nga sfera politike. Do shta një thirrje m'ja u bë edhe burrave në politikë, në media, që edhe ata të jenë bashkë me neve, ta denojnë këtë gjuhë denigruese ndaj grave, e cila normal që ka me imbajt gratë e mbyllura, normal që sidomos tek vajzat e reja të cilat kanë me pas synim të jenë pjesë e politikë bërjes, të distancohen nga kjo dhe të friksohen, sepse në qoftë se ne në vitin 2025 kemi këtë gjuhë, normal që për gjeneratat e reja kjo është totalisht friksuese. Na që isëm ftyrën, emrin, në fund të ditës, kur kolegë tonë, do më thonë, na identifikojmë të një informacion të ramë, kthejen dhe sulmojnë jetë agjarën. Pro prap kthejen që sulmin ata e bojnë kundër një gruzë dhe nuk na sulmojnë as neve, nuk na targetojnë dhe as kreshnikun. Pra që kjo është elementi i parë. E dyta është që ka aspekti i temës për mu lidh, ajo që kemi parë është që prej njerëzve që shpërndojnë dezinformatën, prej njerëzve prej komenteve, te e she një përshtypje që njerëzve dojnë një grup në politikë, po e dojnë të heshtur, të pafuqishme, një gru e cila nuk ndërhyn në temat të rëndësishme, nuk debaton për çështje të ndjeshme. Pse po e them këtë? Ose e dojnë një gru që është pasive. Sepse në momentin për shembull kur një gru hyn një garës në politikë, me automatizëm bëhet target i sulmeve dezinformuese. Unë këtu po e shoh për shembull përballë kam Natyra Kuqin, e cila derisa ka qenë në garë për kryetarët e komunës, ka qenë jashtëzakonisht shumë me targetuar edhe prej komenteve, edhe prej lajmeve dezinformuese. Njëjtë është për shembull Moza Kusari, është Hikmeti Bajrami, është Vlora Çitaku, pra në gjitha partitë politike gratë janë të targetuara nëse ato janë të zëshme dhe nëse shihen që edhe meritojnë atë vend edhe dojnë pak më shumë, pra kanë ambicie. Ta bëjnë një dallim, në mediat e ne, kur raportohet për gratë, sidomos në politikë, deri diku kanë arrit me kriju një lloj kodi, një lloj respekti. Po problemi është pastaj që te deklaratat që politika i bën për shembull për gratë, edhe kjo jep një lloj legitimiteti atyre që besojnë se gratë janë ashtu, domethënë në politike për t'i diskredituar, janë kriju disa kode nga tradita që pastaj përdoren për t'i diskredituar gratë në politikë. Ka edhe kode që mundohen edhe burrat me i diskreditu, që përdoren kryesisht si tradhtar, si udhbashë, forma të tilla, sepse burri sipas traditës është i fortë.